Përshëndetje miq, për herë të katërt në lidhje me çështjen kurde. Siç I keni dëgjuar 3 videot e deri tanishme, çështja kurde është aq e ndërlikuar dhe e keq përdorur sa konsiderohet spaku deri më tani problemi më I pasgjidhur I saj në lindje të mesme. Me gjithë përpjekjet e këtij populli për ta krijuar një shtet, një nënpullaz ku do të jetonin në shtetin e tyre, deri më sot ende nuk ka as shenja fillestare të qarta se do të mund të arrijnë. Për shkak se, siç e ka përmendur më shumë se një herë, ajo është konfiguruar ashtu me gjithë regionin e lindjes së mesme ose në atë mënyrë që problemet në to të mbesin të pasgjidhura thuajse përgjithmonë. Në këtë video të katërt dhe të fundit më lejoni t'u tregoj, t'u lexoj shtetet kurde që janë shpallur të pavarura deri më sot dhe të cilat të gjitha kanë dështuar. I pari shtet kurd është Mbretëria e Kurdistanit Jugor, e shpallur në vitin 1922 deri në vitin 1924. E themelon lideri I njohur I asaj kohe kurd, Mahmud el-Hafidh Zade Berzanxhiu. Kufijt e asaj mbretërie ishin brenda kufive të shtetit irakian dhe jetoi vetëm 2 vite. Pas vitit 1924 shpërbëhet në mënyrë të përgjakshme. Pason Republika e Kuqe e Kurdistanit midis viteve 1923 dhe 1929. Quhet ndryshe Kurdistani Sovjetik, krijohet me ndihmën e liderit të atëhershëm sovjetik Vladimir Ilich Lenin. Për kryeqytet vendoset të jetë Lagjini, themelohet në territorin e tanishëm të Nagorno-Karabagut në Azerbejxhan, region ky I konfliktues dhe problematik edhe më tutje midis Azerbejxhanit dhe Ermenisë, megjithëse para 3 viteve Azerbejxhani e dërmon Ermenin dhe e merr në kontroll Nagorno-Karabahin. Kjo Republikë e Kuqe e Kurdistanit mbaron së ekzistuari me tërheqjen e mbështetjes sovjetike dhe fill pas kësaj kurdët dëbohen nga Azerbejxhani dhe Armenia. Një numër I madh I tyre vriten përgjatë shpërnguljes. E treta është Republika e Arafatit të Kurdistanit, e themeluar midis viteve 1927-1930. Kjo republik krijohet në verilindje të Turqisë në kohën e trazirave të njohura të kohës së General Ihsan Nuri Pasha. Për president të saj emrohet Ibrahim Hesekiu, ndërsa Nuri Pasha për shef I shtatmadhërisë armatës kurde. Për kryeqytet caktohet të jetë Kurdafaj, mbaron së ekzistuari në vitin 1930 pas ndërhyrjes ushtarake të armatës turke të ndihmuar nga britanezët. Më pastaj, Republika e Mehabadanit në vitin 1946 krijohet si shtet I pavarur me 22 janar të vitit 1946 në rajonin e Mehabadanit në territorin e Iranit të sotshëm. Përfshinte një sipërfaqe prej 30% të asaj që njihet si Kurdistani lindor, që aludohet në territoret kurde brenda Iranit. Mbaron se ekzistuari pas 11 muajsh. Kjo republik krijohet me ndihmën e sovjetikëve, të cilën
të cilët i kishin pushtuar tokat të gjera brenda Iranit përgjatë luftës së dytë botërore. Mirë po, me ndihmën e Amerikanëve dhe Anglezëve, Irani do të shuan me gjak këtë republikë, burgos një numër të madh të liderëve dhe pjesën më të madhe të kurdëve i dëbojnë nga territori i Iranit. Pastaj, krahina e Kurdistanit të Irakut, Republika e Lagjinit të Kurdistanit të vitit 1992, themelohet para kësaj në fakt, krahina e Kurdistanit të Irakut shpallet në vitin 1970. Më pastaj, Republika e Lagjinit të Kurdistanit të vitit 1992 themelohet dhe veshpallet në teritorin e Nagorno-Karabakut sërish në Azerbejxhan. Pas pushtimit të kësaj toke azerbejdxanase nga Ermenia, kjo e fundit do të dërgon kurdët që ishin të vendosur më parë në Armeni dhe i shpallin për shtet të pavarur të Kurdistanin pjesë e Nagorno-Karabakut të Armenisë. I pari që njohu këtë shtet është Bashkimi Sovjetik i dikurshëm, Rusia e mëvonshme. Për kryetar emrohet Vakil Mustafavijev, shef i zyres kurde të dikurshme në Moskë. Ishte ndër shtetet e formuara kurde më të dobta në historinë e shteteve kurde. Për një kohë të shkurtër mbaron së ekzistuari, ndërsa Mustafavijev kërkon status të refugjatit politik në Itali. Pas kësaj përpjekje bëhet Kurdistani i Veriut të Irakut, për të cilën fola në pjesën e tretë dhe të cilën tani e udhëheq Barazani. Përpjekjet e fundit për krijimin e një Kurdistani janë përpjekjet e tanishme të JPG-s, së ndihmuar edhe nga PKK-ja, të cilët po veprojnë në Siri për krijimin e një zone në verilindjet të Sirisë për të bashkangjitur më pastaj me veriun e Irakut që është nën kontrollën e kurdëve. Kësaj iniciative, megjithëse Amerikanët deri diko dhe Izraeli u rrin pas dhe e mbështesin, Turqia është e vendosur që të parandaloj krijimin e kësaj republike apo krahine kurde në veri të Sirisë. Marrëveshja e fundit që bëhet midis liderit të tanishëm të Sirisë, Ahmed el-Shara, dhe liderit të kurdëve në verilindje të Sirisë, edhe njëherë i jep fund ëndrrës për krijimin e një Kurdistani në juglindje të Turqisë në veri të Sirisë. Së paku kështu duket në pamje të jashtme, dhe se çfarë hile, apo çfarë loje, apo çfarë mund të jenë marrë vesh në parapasken, mbetet të shohim në të ardhmen. Duke ju dëshiruar shëndet, me shpresën se nuk jeni lodhur aq shumë, duke i dëgjuar këto 4 video në lidhje me Kurdistanin, dhe duke ju njoftuar gjithashtu se ngjashëm me dosjen kurde, kam bërë edhe 11 studime të tjera, dosje të popujve, vendeve, problematikave të tjera, sidomos në lindjen e mesme, e të cilat janë botuar nëpër media shqiptare dhe ndërkombëtare, deri në ndonjë video tjetër, për ndonjë temë tjetër të nxehtë, ju dëshiroj gjithë të mirat dhe mirëmbëjtje.